Prej 2 javësh, banorët e Baks Rjollit në Velipoj po vijojnë protestat kundër ndërtimit të resortit turistik në këtë zonë. Edhe këtë fillim jave ata u përplasën me policin, ndërsa penguan fadromat të punonin në territor. Tokat nuk do i lëshojmë, thanë banorët, duke i bërë thirrje prokurorisë Shkodër që të trajtojë dosjen. Ata shprehen se po kërkojnë vetëm drejtësi dhe paralajmërojnë se do të hyjnë në grevurie para SPAK nëse nuk marrin përgjigje. I bëjmë thirrje prokurorisë Shkodër, të lutem, trajtoje dosjen që e ke për 1 vitit në zyrat e tua. Studioje, shikoje dhe fol si është realiteti dhe jepja të drejtën këtij populli. I bëjmë thirrje gjykatës që kena gjyqin me datën 19. Të gjykata apelit administrative në Tiranë, ju lutem, shikojeni si është e vërteta dhe na jepni të drejtën tonë. Të cilët kanë dyshim sadopak që vërtetimi i pronësisë jemi është falso apo ka element pas sigurie në të, ti drejtohet prokurorisë ose të vinë dhe të flasin me mua si njeri. Unë kam përtyr që këtë dokument, derisa prokuria e rrethi gjyqësor Shkodër të asgjësoj si dokument që është i falsifikuar, unë do të eci deri në fund dhe do të përleshem me policë. Janë mbi 80 familje në këtë zonë që kërkojnë një zgjedhje për tokën ku do të ndërtohet resorti, për të cilën pretendojnë pronësinë.